Në ambientet e postës shqiptare u zhvillua sot ceremonia e prezantimit të drejtorit të ri të këtij institucioni, Etienne Xhafaj. Në aktivitet ishte e pranishme zëvendës kryeministrja dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Ajo vlerësoi rëndësinë e këtij institucioni në ofrimin e shërbimeve publike për qytetarët. Në fjalën e saj, Balluku theksoi se posta shqiptare është një nga institucionet më të vjetra dhe më me traditë në vend, dhe se qëllimi kryesor është modernizimi i shërbimeve postare në përputhje me standardet bashkëkohore dhe nevojat e tregut. Gjithë skuadra. Dhe Posta Elbasanit ka qenë një shembull për të gjitha postat. Dhe duke i njohur punën e mirë që ai bënte në drejtimin e Postës Elbasanit, ju besua për një mandat të plot, pasi ka përfunduar në datë 26 apo jo mandati, për një mandat të plot drejtimi i Postës shqiptare, të cilën e ka bërë me përkushtim, e ka bërë me vullnet, por edhe me pasion. Pasi Adi ka jo thjesht një eksperiencë të gjatë, por ajo që e karakterizon është pasioni në mënyrën se si ai ka udhëhequr postën shqiptare. Sigurisht, siç u thash, duke kërkuar që të kemi edhe rezultate më të larta, duke pasur parasysh se tashmë pranë sporteleve të postës shqiptare aktualisht ofrohen 51 shërbime financiare, 20 shërbime postare dhe mesatarja e transaksioneve ditore shkon deri në 65.000 transaksione financiare dhe 70.000 transaksione postare, duke bërë një total të 135.000 transaksioneve ditore. Sigurisht ne kërkojmë gjithmonë e më shumë. Por pa e humbur admirin nga radhët tona, ai do të ketë një detyrë tjetër, sigurisht në të njëjtin sistem, pasi, siç u thash, është një aset i jashtëzakonshëm njerëzor, dhe qeveria shqiptare, kryeministri Rama, ashtu siç ju e dini, ka në fokus ngritjen e kapitalit njerëzor, pasi ne mund të investojmë shumë në teknologji, në digitalizim, por kur asetet njerëzore, kapacitetet njerëzore nuk do mund të zëvendësohen. Kështu që admiri do marrë një pozicion tjetër dhe drejtori i përgjithshëm i postës do të jetë duke nisur që sot me vendimin e djeshëm të bordit, i cili u bë i ditur dhe na prishi këtë surprizën sot, nuk do ishte surprizë në çdo rast, do të jetë Etienne Xhafaj. Etienne Xhafaj është një bashkëpunëtor i hershëm i imi, kemi punuar bashkë në disa pozicione, pasi Etienne ka një karrierë të gjatë nga Ministria e Ekonomisë, Ministria e Financave, më pas zëvendës ministër i jashtëm, zëvendës ministër i infrastrukturës dhe energjisë, deri në momentin në 2021, kur u larguara pra nga ekzekutivi për t'ju kushtuar politikës, duke qenë se ka mbajtur 2 mandate, një mandat të qarkut të Tiranës, pra si deputeti qarkut të Tiranës. E thënë e gjitha kjo, sot drejtimi i postës shkon në duart e një profesionisti të sprovuar, i cili ka një eksperiencë të gjatë në disa fusha të cilat lidhen ngushtësisht me objektin e postës shqiptare dhe në bashkëpunim padyshim me admirin, unë besoj që do optimizohet procesi i shërbimeve postare, por mbi të gjitha procesi i shërbimeve financiare. Për ne është shumë e rëndësishme që posta, me të gjithë shtrirjen që ka, me të gjithë kapacitetet njerëzore që ka, të performoj duke optimizuar shërbimet financiare, të cilat tashmë janë hedhur hapat e parë, pasi siç e tham, digitalizimi është në bazën e tyre, kemi disa paketa të cilat janë bërë publike në muajt e fundit dhe që me të vërtet janë të rëndësishme, duke qenë se posta shqiptare do të marrë edhe role të tjera në të ardhmen, duke u bërë front desk i bankës shqiptare të zhvillimit, apo i walleti për cilin flitet kaq shumë, apo nga ana tjetër dhe open banking që është
le të themi thelbi i shërbimeve financiare. Me gjithë skuadrën, me eksperiencë që ju jeni këtu sot, me Etjenin në krye këtij grupi dhe padyshim edhe me të gjithë eksperiencën që Admiri ka në shërbimet postare, unë besoj që rezultatet do të vinë duke u përmirësuar akoma më shumë